komentojmë edhe një foto që na vjen pikërisht nga New Yorku. Presidenti i Sirisë, shefi Jabhat al-Nusra, i Al-Qaedas në Siri. Po dhe? Në New York. Shumë e bukur, edhe foto e bukur, shive sa e bukur. Edhe kështu është pastruar. Na tregon pak për simbolikën apo. Edhe kravata e bukur. Simbolika është kur ka lumë mësimi ne duhet të marrim. Kjo na intereson tek. Shumë e thjeshtë. Mësimi që duhet marrim është që kur edhe ne element këtu që i quajmë terroristë, sidomos me disa aktor politik. I dashur Mehmet, i dashur shumë i rëndësishëm, i dashur Mehmet. Po. I dashur Mehmet. E para gjë që ne duhet marrim mësim dhe që duhet kuptojmë është që në atë që quhet real politik dhe që zoti Kissinger, strategu i madh dhe mendimtar i madh amerikan i shekullit të shkuar dhe i këtyre 20 viteve, 25 viteve të shekullit të ri, thoshte në real politik duhet lexojmë ka humbës dhe fitues. Dhe ky zotëri është fitues. Pastaj, nëse do të bëjmë një analizë për gjithë luftën e Sirisë nga fillimi deri në fund, ulemi dhe e bëjmë. Tashi, unë mendoj që atje ku është ky zotëri sot, në vitin 2000, para 25 vjetësh, pra pak a shumë me këtë suport ndërkombëtar, kur i vdiq babai Asadit, ishte Bashar el-Asadi. Unë kam qenë në Damask në 2004, apo 2006, kur Nancy Pelosi darkonte në Sheraton, Damask, me Bashar el-Assadin dhe me Asma el-Assadin. Dhe gjithë thonë ky është ylli në ngjitje i lindjes mesme, bashkë me mbretin e Jordanisë. Kur Katari i kërkoi pas një çështje pragmatiste ato kohë, kur Katari i kërkoi Asadit të kalonte tubat e gazit të gazsjellësit nga Siria, dhe vajti kryeministri emiri i Katarit bëri vizitë në Damask dhe i tha ishin gati të shkruanin marrëveshjen e tjerë. Asadi i tha po, por duhet merrem vesh me iranianët dhe rusët. Dhe iranianët dhe rusët i thanë çfarë thotë, i thanë ne do kalojmë gazin tonë aty, nuk mund të lejmë këtë të kalojë gazin. Dhe aty është fillimi i rënies dhe fillimi i fundit të Asadit. Ky djali sot është president, po rritet, ka mbështetje ndërkombëtare, në njëjtën kohë ka ca probleme ushtarake me Izraelin që po bombardon çdo ditë Damasku. Por edhe po negociojnë. Ndërkohë po e bombardon, ka probleme në veri me kurdët, por ka marrë endorsement ndërkombëtar dhe mbështetje ndërkombëtare dhe në këtë rast mbështetje amerikane. Për sa kohë nuk bën ai gabim strategjik, siç bëri Asadi, sepse pastaj dikush tjetër mund të rikujtojë që ka qenë dikur shefi i Jabhat al-Nusra. Në aeroplan ishin bashkë një jet privat me përfaqësuesin amerikan, Barack, bashkë në New York. Ishte një intervistë shumë interesante për ta përmbyllur sepse jemi krejt në fund. Në një panel këto mbledhjet anësore të cilat mbahen në margjinat e këtyre konferencave. Ish shefi i CIA-s, i cili e intervistonte, i tha që unë jam një nga fansët e tu dhe shqetësohem për ty. E ka pak shumë bukurosht. Kujtohet që Madeleine Albrighti merrte ashtu më thashë